Sot është dita e rinis, por të dhënat e Instat tregojnë se numri të rinjve në vend në vitin 2024 ishte 45% më pak se në censin e vitit 2011, ose 405.000 të rinj të moshës 15 deri 29 vjeç. Më shumë se 1/4 të rinjve shqiptar gjenden në të 30-tat e tyre dhe kjo rënje në moshë e popullsisë së re më shumë lidhet me numrin e pak të lindjeve dhe me migracionin e lartë, që ka marrë përmasat e pandemisë në këtë grup moshë. Numri të rinjve ndërmjet dy censeve 2011-2023 ka rënë 3 herë më shumë se popullsia e përgjithshme. Në arsim të dhënat e vitit 2024-2025 tregojnë se numri nxënësve dhe studentëve po vazhdon të kurret. Të dhënat zyrtare të Instat tregojnë se për periudhën 2020-2025 totali nxënësve të regjistruar në të gjithë nivelet ka rënë me rreth 61.000, që përbën një tkurrje prej 10%, ndërsa gjatë dekadës nga viti 2015 deri më 1 janar 2025, numri nxënësve në arsime parauniversitar ra me mbi 31% ose 112.000 më pak. Punësimi të rinjve mbetet problematik me nivele papunësie që luhaten rreth 22% për moshat 15-29 vjeç. Një tjetër fenomen shqetësues është papunësia mes të diplomuarve në universitet. Pavarësisht viteve të studimit dhe investimeve të familjeve, rreth 15% të rinjve me arsim të lartë rezultojnë të papunë. Kjo ndodh sepse universitetet prodhojnë më shumë specialistë në fusha si drejtësia, ekonomia dhe menaxhimi, ndërkohë që tregu kërkon profile teknike, inxhinierike, profesione të zanatit, turizëm dhe teknologji. Kjo mospërputhje shton nënpunësimin dhe detyron të rinjt ose të punojnë jashtë profilit ose të kërkojnë mundësi jashtë vendit. Shqipëria kryeson me diferencë të madhe listën e 45 vendeve me përqindjen më të lartë e emigrantëve në raport me popullsinë në vitin 2023. Ky nivel i lartë emigrimi nënkupton se gati 1 në çdo 4 shqiptar ka emigruar jashtë vendit, duke reflektuar për masat e jashtëzakonshme të lëvizjes demografike që ka prekur vendin tonë gjatë dekadës së fundit. Shumica e këtyre emigrantëve mbi 80% janë të rinj. Niveli i lartë i emigrimit është ndoshta pasqyra e pakënaqësisë sociale dhe ekonomike të brezit të ri. Shqipëria ka hyrë në periudhën e fortë e emigrimit që prej viteve 90, fenomen që në vend që të zbutet vetëm forcohet. Çdo vit largohet një numër i madh të rinjve, kryesisht të kualifikuar, duke krijuar një humbje të madhe të kapitalit njerëzor. Sipas raportimeve dhe vlerësimeve të fundit, Shqipëria është ndër vendet e Evropës me norma më të lartë të largimeve të rinjve në raport me popullsinë.